Ministrinë e Bujqësisë që ka po bën abuzim financiar me mjete financiare. E para, unë prej fillimit kam demonstruar vendosmëri dhe angazhim të jashtëzakonshëm për me qenë shumë bashkëpunues dhe me organet e rendit të drejtësisë, për çka unë i përshëndes çdo herë që ata ndërmarrin veprimet e tilla. Ne i kemi ftuar me qindra herë dhe kemi ofruar shumë denoncime dhe paraqitje, po ata nuk kanë përgjigjë në shumicën dërmuese të rasteve, ndërsa fakti që ka prej një shkrimi spekulativ, i cili bazohet në të pavërtetë totale, për shkak se nuk ekziston pozicioni 66.000 euro largim i mobileve. Nuk ekziston asnjë. Hajde kësaj të kthehemi më vonë, për mua është interesant. Do të flasim për të përfundoj që shumë është rëndësishme. Okej, hajde. Në rast se del një shkrim spekulativ, i pavërtetë, shpifje, gënjeshtër, edhe ai den në orët e vona të një dielli, edhe në ora 8:00 prokuroria jep urdhër për mbastisje. Kjo është luftë speciale, mekanizma të veçantë brenda KPK-s, që janë ata, do thotë Këshillit Prokurorial, mekanizmave brenda Policisë Kosovës, të cilët dojnë me çdo kush me një lloj punën, angazhimin të pastër dhe mbi gjitha tash mas procesit zgjedhor edhe rezultatin të jashtëzakonshëm që unë kam shënuar si kandidat për deputet në zgjedhjet e fundit të 9 shkullës. Gati 140.000 vota. 133.987 vota. 130.000. I pesti në nivel të Kosovës, pavarësisht unë s'kam qenë kandidat për kryeministër, po të tjerë që kanë qenë kandidat për kryeministër dhe kanë pas në dispozicion miliona euro, kanë vota sa unë, ndërsa unë me një shpenzim 2-3.000 euro të fushatës, kam afër 140.000 vota. Prapjem ka insistoj, nëse thuni luft, nëse thuni jam i gatshëm të vdes, qysh me lexuar këto, paralajmërim, kërcënim, sfidimi hapun. Ja, as kërcënim, unë vetëm po duam të tregu që në rast se dikush është i gatshëm me çdo kusht, me tentuar me vendos njolla, të paqena, do thotë unë po e përsëris që po jam i gatshëm edhe me vdek për me mujt me e mbrojt dignitetin personal dhe familjar. E tash, pse me dek? A është kjo pasojë direkte e një politike të mrapsht që e kanë zhvillu krejt partit, e kove të fundit vetë vendosja në veçanti, të njëllë mosbesim në gjykata, edhe të njëllë mosbesim në media. Tash, lartë krejt që për shkak se në kushte normale, ishi dasht